Paraardhësit tuaj në qeveri kanë mbajtur qëndrime shumë të forta ndaj komunitetit shqiptar në Britani, qëndrime që në fakt ishin shumë denigruese. Duke mos bërë një dallim qartë mes atyre shqiptarëve që jetojnë me punë të ndershme dhe paguajnë taksa dhe janë qytetarë të mirë, dhe atyre një pjesë e vogël besoj që janë të përfshirë në aktivitet kriminal. Duke qenë se jeni kryeministri i parë në një vizitë zyrtare në Shqipëri që prej vendosjes marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, a mendoni që është ky një moment që jeni tani në tokën e shqipeve, të kërkohet një ndjesë në emër të shtetit britanik për këtë denigrim që janë bërë shqiptarëve? Look, I think the fact that I'm the first British Prime Minister. Fakti që unë jam kryeministri i parë britanik që jam këtu pra në këtë vizitë dypalësh dhe në këtë takim dypalësh, duhet të shihet edhe si një deklaratë qëllimi që për mënyrën se si e shikojmë ne Shqipërinë dhe kryeministrin Rama dhe për vetë karakterin, natyrën dhe forcën që ka marrëdhënia jonë. Nuk do të bëj komente për kryeministrat të mëparshëm të Britanisë së Madhe, por qasja ime nuk është ajo me megafon, apo diplomacia me megafon, por është ajo ku ti bën punën e fortë dhe zgjidh problemet me cilat ne duhet përballemi. Unë nuk duaj që të bërtas për problemet, po thjesht dëshiroj të përveshmangët edhe të jem shumë pragmatist e të zgjidh këto çështje. Dhe këtë e kemi treguar, dëshmuar tashmë gjatë muajve dhe viteve të shkuara. Kjo ka qenë një mënyrë më efektive për të zgjidhur probleme të ndryshme përfshirë këtu, edhe punën e përbashkët që ne kemi parë sot të autoriteteve batuese të cilët merren me çështje të vërteta të ndërkufitare dhe të kufive, por natyrisht edhe ajo që do të shikojmë sot trupat ushtarake, dhe për këtë jemi të dy besoj shumë krenar, apo jo që trupat tanë ushtritona pra po punojnë kaq fort mirë. Tjerë faleminderit. Por na duhet të jemi të drejtë dhe të mos harrojmë që nuk është se ka qenë ndonjë kryeministër britanik që ka ofenduar apo ka treguar me gisht shqiptarët. Kanë qenë individ të tjerë, disa individ të tjerë që e kanë bërë. Megjithatë, ky nuk është justifikim, sepse ishin zgjedhur nga populli britanik me votë, dhe në fakt mallkimi nuk ishte shumë i mirë, mallkimi shqiptarëve, sepse mallkimi u kthye dhe tashmë janë jashtë parlamentit.